Shikues të nderuar, përshëndetje, flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra sot emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po dhe me biseda në studio dhe lidhje direkte. Fokusi do të jetë tek vendimi i gjykatës kushtetuese si përgjigje që i ka dhënë Aleancës për Armërinë e Kosovës sa i përket një kërkese televizës vetëvenduese për votimin e fshehtë për kryetarët e Kuvendit të Kosovës. Është konsideruar nga partitë deri dje opozitare se ky veprim i lëvizjes vetëvenduese është antikushtetuese dhe lëndën e kanë dërguar në gjykatën kushtetuese. Këtë gjë ka bërë pra grupi parlamentar i Aleancës për Armërinë e Kosovës në krye me Time Kadriajin, të cilën unë e kam ftuar në studion e emisionit frontal për të diskutuar edhe për këtë vendim, mirë po edhe për zhvillime tjera për shkak se siç e dini, tashmë kryeministri në detyrë Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvenduese, i ka ftuar në një takim të gjitha partitë e tjera, pra takimi do të mbahet të nesër dhe në të do të marrin pjesë edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës, e përfaqësuar nga Time Kadriaj. Ndërkohë, derisa sot ishte planifikuar që të mbahet seanca e 38 më radhë, pra shoqëria civile kanë protestuar para objektit të Kuvendit të Kosovës, sigurisht duke kritikuar për atë se çfarë po bëjnë dhe nuk po bëjnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Për këtë arsye do kemi një lidhje direkte me Mejidit Demullin nga Fal. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithash, titujt kryesor. Pas vendimit të kushtetueses, Kurti fton në takim partitë nesër me pajtimin e deputetëve seanca sot në ndërprej. Donë si e përgjegjen pozitivisht ftesës së Kurtit, partitë thonë se nuk presin zhvillime nga takimi, shoqëria civile sërish në aksion. Kosova forcon kapacitetet e saj mbrojtëse, 350 rekrutë të rinj i bashkuan FSK-s. Bëhet testi i arritshmërisë, pyetje të rrjedhën në Viber, ministria konfirmon se disa nxënës u larguan nga klasët. Emisionin frontal edhe së nisim me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës dhe përpjekjen e vazhdueshme që kanë deputetët e Kuvendit të Kosovës nga të gjitha partitë politike për të dalur nga ngërçi, mirë po për 37 herë sa kanë provuar nuk kanë arritur që të dalin nga kriza. Për këtë arsye, tashmë ka një vendim të gjykatës kushtetuese, pra vendim ky i cili pak a shumë i jep orientim daljes nga kjo krizë në të cilën janë institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe siç duket, këtë vendim e ka mirëpritur edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili sot në mëngjes ka njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë politike parlamentare në një takim që pritet të mbahet të nesër. Kurse sot ishte planifikuar që të mbahet seanca 38 më radhë, mirë po ajo me pajtimin e partive politike nuk u mbajt. Pak para se të vijë në sallë, njoftoi se i ftoi homologët parlamentar në takim për të shtunën. Për vazhdimi i seancës konstituive ishte të premten, andaj konsultimet mes liderëve tjerë filluan me njëherë. Për më tepër edhe mbarvajtja e seancës nuk mund të ishte e njëjtë, andaj kërkuan konsultim paraprak. Përfaqësuesit e subjekteve politike për një konsultim paraprake. Pas diskutimeve të shkurtra, të gjithu pajtuan që e 38-ta tentativë të ndërpritet ende pa filluar. Të gjithë ishin të mendimit që seanca sot të ndërpritet. Partia Demokratike e Kosovës e konfirmoi pjesëmarrje në takimin e thirrur nga Albin Kurti, vetëse nuk do thonë gjë të re. Situatat si këto kërkojnë kompromis, kërkojnë bashkëpunim dhe Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ju ka ikur takimeve. Në takim do të themi po të njëjta gjëra që i kemi thënë vazhdimisht. Pjesë do marrë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, por s'janë optimist rreth epilogut. Nuk është që kemi shumë pritje, duke marrë parasysh komplet të kaluarën historiket e vetëvendosjes dhe krejt sjelljet e tyre, konferencën e sotme për mediat nuk është që mund të presim diçka nga ky takim. Është më shumë për show mediatik. Pesimist për atë që i pret pas një dite janë edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Një shije të keqe e la fakti se në këtë takim Kurti qëndrojnë sallë dhe nuk erë takim. E pa besueshme nesër ka thirrë takim, dërsa sot ishte tunë sallë dhe nuk erë në takim, që nuk është një isha e mirë. Për dallim nga ta, Lima i është gjithmonë me shpresë për zgjidhje. Interpretimin ndryshme që keni pa ju të vendimit të gjykatës kushtetuese është një vend i mirë ku mund të
shfrytëzohet dhe bashkëbisedohet. Vetëm Tavelina i çata në gjërat, ato që kemi kërkuar tash 3 muaj. Përmes një letre, kryeministri në detyrë Albin Kurti ftoi të gjithë liderët partijak për konsultim për të shtunën në orën 16. Përpara se deputetët e Kuvendit të Kosovës të mblidhen sot në atë seancë që ishte planifikuar që të mbahet, televizja vetëvendosje ka mbajtur një konferencë për shtyp. Para gazetarëve kanë dolur Leo Kunjuca dhe Albulina Haxhiu. Ata kanë thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese parasheh votimin e fshes sikur kanë kërkuar lëvizja vetëvendosje, ndërkohë Albulina Haxhiu si kandidate për kryetare të Kuvendit të Kosovës nga radha e televizjes vetëvendosje ka thënë se ajo kërkon pra që votimi për kryetarët e Kuvendit të Kosovës të bëhet në mënyrën e msheft. Dhe nëse ndodh që edhe gjatë votimit të fshet ajo nuk i merr gjatin e vota, Albulina Haxhiu largohet nga gara për të qenë kryetare e Kuvendit të Kosovës. Jo lutem, nuk është antikushtetues. Vendimi i zotit Deari nuk është antikushtetues. Pas heshtjes në secilën prej 37 seancave, dole që ta interpretoj aktgjykimin e kushtetuesës. Sipas nënkryetarit të LVV-s Glau Konjufca, instanca më e lartë gjyqësore ju dha të drejtë veprimeve të lëvizjes vetëvendosje. Nëse e gjeni një paragraf ku në mënyrë eksplicite, gjykata thotë gaboj në këtë pikë zoti Avni Dehari, do të kthejmë procedurat mrapa, atëherë në rregull, unë domethënë jap përgjegjësi edhe faleminderit shumë që na tregu. Ish opozitarët, por edhe ekspertët kushtetues i cilësoj si lexues e interpretues të dobët. Të gjithë ata që thonë se Avni Dehari e shkeli kushtetutën përmes votimit fshet, unë mendoj që ata janë lexues të dobët të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ata ose nuk e kanë lexuar vetë, ose interpretojnë gabimisht, ose interpretojnë me interpretime të tjerëve. Sipas tyre, nëse votimi i fshehtë do ishte antikushtetues, atëherë gjykata do ishte më eksplicite. E në rast se Haxhiu nuk i merr votat as në atë formë, për herë të parë që nga 15 prilli tha se tërhiqet nga kandidatura. Nëse unë, si kandidate e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk i marr së paku 61 vota, tërhiqem nga kandidatura për kryetaret të Kuvendit. Emri Albulina Haxhiut për krye parlamentare ishte hedhur 6 herë në votim dhe asnjëherë nuk mori më shumë se 57 vota. Lëvizja vetëvendosje për kryetarët të Kuvendit të Republikës së Kosovës e prezanton zonjën Albulina Haxhiu. Për mënyrën se si po sillet lëvizja vetëvendosje në raport me krizën që shkryuar në Kuvendin e Kosovës, mirë po edhe me deputetët të tjerë të Kuvendit të Kosovës sot kanë protestuar përfaqësues të shoqërisë civile. Bashkë me deputetët ju drejtuan Kuvendit. Pjesëtar të shoqërisë civile nga organizata të ndryshme bashkë me 10 qytetarë u mblodhën para hyrjes së deputetëve. Në shenjë revolte për mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ata mbanin edhe pankarta në duar. Të njëjtat shprehnin pakënaqësi që kanë me ligjvënësit. Për këtë foli Naim Jakaj nga IKD. Gjykata ka bërë të qartë se kushtetuta, rregullorja dhe praktikat parlamentare përcaktojnë procedurën e konstituimit të Kuvendit. Asnjëherë nuk ka pasur votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ka pasur votim të fshehtë dhe ka sipas ligjit për presidentin, për anëtarët e gjykatës kushtetuese, për kryetarin e gjykatës kushtetuese, por nuk ka votim për kryetarin e Kuvendit. Jakaj foli për dëmin që po shkaktohet me mos konstituimin e Kuvendit. Sa më shumë vonohet ky funksionalizim i Kuvendit, aq më të thella kanë më bë pasojat për qytetarët dhe për shpresat për një vend më të mirë. Kua tani është për përgjithësi, nuk është për interesat të ngushta partijake, as për ndonjë kalkulim elektoral edhe personal të ndonjë lideri politik në Kuvend. Ndërkohë për aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, fjalën e mori Emir Abrashi nga Demokraci Plus. Aktvendimi i gjykatës kushtetuese jep një afat kohor prej 30 ditësh, por nuk tregon se çka pas atij afati kohor. Prandaj ne si koalicioni i organizatave të shoqërisë civile do të vazhdojmë edhe më tutje angazhimin ton deri në zgjidhjen e kësaj krize. Abrashi ishte kritik ndaj deputetëve. Dhe Kosova nuk ka luks që të vazhdoj të funksionoj pa një qeveri të mirëfillt e pa kuvend funksional. Prandaj ne do të vazhdojmë angazhimin ton deri në fund, deri në zgjidhjen e kësaj krize dhe shpresojmë e urojmë që partitë t'i lënë interesat e tyre anash dhe të fokusohen drejt zgjidhjes që është në interes të vendit.
Protesta nga shoqëria civile do të vazhdojë edhe të dielën në seancën e ardhshme. Kurse tash do të kemi një lidhje direkte me kolegen tim, dikur kemi punuar bashkë, tash është në shoqëri civile Megi Demolli. Përshëndetje Megi. Përshëndetje Arsim. Faleminderit shumë që jemi bashkë në emisionin frontal për të na treguar më shumë sa i përket kësaj proteste. Paraprakisht është mbajtur një tjetër, sot është mbajtur apo ashtu protestë është paralajmëruar janë paralajmëruar edhe protesta tjera. Nuk e di, ndoshta ky takimi që do të ndodhë nesër do ta anuloj protestën e shoqërisë civile apo pritet që të mos ndodhë asgjë? Urojmë që të anulohet protesta jonë dhe nesër gjatë atij takimi ta kemi një kompromis mes partive politike në mënyrë që ky ngërç që është duke ndodhur tash sa muaj të kaloj dhe të formohen institucionet e Kosovës gjithsesi të konstituohet kuvendi dhe të përmbyllet kjo seancë konstituive, seanca e parë pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Përndryshe, kjo është hera dytë që ne gjatë kësaj jave, siç e thatë edhe ju, e kemi pas një aksion protestues para kuvendit të Kosovës, siç edhe kemi paralajmëruar aksion protestues, sido që e quajmë, do të kemi në çdo ditë kur ka seancë nëse vazhdon ky ngërç që është aktualisht, mirë po siç e thatë edhe ju, urojmë shumë që nesër ta kemi një marrëveshje dhe ne mos kemi nevojë të dalim sërish në rrugë për të kërkuar diçka që deputetët do duhet ta kryenin detyrën e tyre pa pas nevojë ne dalim në rrugë fare. Ne urojmë që të zhbllokohet situata, por megjithatë kam dyshimet e mia, besoj që edhe jo dhe shumë të tjerë që do të ketë një zgjidhje, mirë po kush është duke bllokuar kush është duke e bllokuar konstituimin e Kuvendit të Kosovës? Siç edhe gjykata kushtetuese foli dje dhe dha një vendim, shumë gjëra u bën të qarta, pavarësisht që atë çfarë ne po e shohim nga partitë politike, secila po interpreton dhe po i përdor vetëm pjesë që atyre po ju konvenojnë, por nuk duhet shihet ashtu. Ky gjykim duhet shihet në tërësi dhe aty fare qartë u tha që duhet të konstituohet përmes një marrëveshje politike, gjë që fatkeqësisht nuk e kemi parë gjatë këtyre muajve, as të kemi një parafrim mes partive, ta shuj ashtu që të paktën të nis një dialog mes tyre. Barra definitivisht i bie partisë fituese të zgjedhjeve të nëntëshkurtit, e cila është në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, sepse ka marrë shumicën, po edhe partitë të tjera duhet të jenë pak më të gatshme që të bashkëpunojnë për hir të proceseve që duhet të kalohen. Gjithë e dim në çfarë situate globale jem aktualisht si është gjendja dhe ne jem ata që humbim më shumti si qytetarë të këtij vendi nëse kjo zvarritje do të zgjatë edhe më tej. Por ashtu më të harrojmë që jemi në prag edhe të fushatës për zgjedhjet lokale dhe do të thotë thuajse vetëm një president e kemi me mandat normal ta shuj ashtu dhe gjithçka do të jetë pa edhe komunat, po edhe niveli qendror, në këtë rast qeveria edhe Kuvendi i Kosovës do të jenë të paformuara dhe nuk di, është një situatë pa parë ndonjëherë tek ne dhe ta shohim. Urojmë shumë vetë fakti që sot e kishim ta quaj ashtu një reflektim nga Lëvizja Vetëvendosje kryetari i cilës edhe i ftoi partitë politike në takim, uroj që të kenë seriozisht një nismë të tillë dhe të vazhdojnë tutje, t'i lënë anash pak inatit politike t'i quaj ashtu dhe personale që i kanë krijuar tash sa muaj dhe të punojnë në drejtim të zhbllokimit të situatës. Megi, ky vendimi i gjykatës kushtetuese a sqaroi situatën apo e la pak si mjegull? Fatkeqësisht duke mos qenë juriste, po rezervohem me dhënë detaje, po si një ish gazetare, Arsim, ajo që ka pash ka mund të jetë ndoshta më precize, ndoshta ka mund të jetë të e fokusuar vetëm në ankesën, pyetjen ta quaj ashtu që e ka dërguar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pa u përfshirë edhe gjëra tjera. Mirë, po sido që t'jetë në këtë rast e kemi një të mirë që kjo blokadë nuk mund të vazhdojë në pafundësi dhe duhet që brenda 30 ditëve të konstituohet. Se tash si do të vazhdojnë të rrjedhin gjërat, mbetet gjithçka
do të syje vesh nga takimi nesër në ora 4 që do t'jetë mes partive politike dhe urojmë shumë që të arrihet një konsensus mes tyre dhe të zhbllokohet ky proces. Meg, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. Faleminderit shumë Arsen. Ishim në lidhje direkte me Megi Demollën nga Lëvizja Fal, ndërkohë ne vazhdojmë emisionin me informacione të tjera dhe flasim për qeverinë e Kosovës, e cila sot e ka mbajtur mbledhjen e radhës. Aty para ministrave ka folur kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar trazira në Gazimestan gjatë shënimit të Vidovdanit. Ani pse është qeveri në detyrë, mbledhjet poftohen si zakonisht. Kryeministri po në detyrë Albin Kurti në fjalën hyrëse përshëndeti punimet e samitit të NATO-s të mbajtur në Hag dhe vendimin për rritje të shpenzimeve të mbrojtjes. Këtë javë në Hag të Holandës u mbajt samiti 34 i NATO-s. Ne përshëndesim përfundimin e punimeve të këtij samiti si dhe vendimin unanim të vendeve anëtare të NATO-s për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Gjithashtu përshëndesim vendimin për mbajtjen e samitit të 36 të NATO-s në Tiranë, në Republikën e Shqipërisë në vitin 2027. Pas përshëndetjes, Kurti pati edhe paralajmërime. Kreu ekzekutivit deklaroi se shënimi i Vidovdanit mund të manifestohet me incidente të nxitura nga pushteti në Serbi. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që turbimi nga Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Malezi dhe Bosnia-Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Tradicionalisht, grupet e tilla kanë qenë provokuese duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që bien kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Duke i parë të gjitha këto indikacione, Kurti u bëri thirrje mërgjimtarëve të mos bien prej provokimeve. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëdhetarëve tonë që gjithashtu të mos bien prej asnjë provokimi nga kushdo qoftë në ditën e nesërme. Për bashkëdhetarët u mor edhe një vendim në këtë mbledhje të qeverisë ku u ndon 4 milion euro për policën e sigurimeve në kufi. Sot do të ndajmë vlerën prej 4 milion euro për të mbuluar koston e policave të subvencionuara, pra për mërgatën tonë të cilët për gjatë stinës së verës dhe pjesën e mbetur të vitit, pra vinë dhe kthehen në atej. Qeveria në detyrë gjithashtu miratoi edhe vendimin për ndarjen e 625.400 eurove për mbështetjen e arsimit dhe lobimit institucional për shqiptarët në Preshevë, Bojanoz dhe Medvegjë. Po përpiqet që ta zhvendosë. Paraprakisht, kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me ministrin e mbrojtjes kanë marrë pjesë në ceremoninë e diplomimit dhe betimit të 350 regrutëve të rinj të FSK-s. 350 rekrut në sallë, e mira familjar në shkollat e palestrës që mban emrin e presidentit amerikan Bill Clinton. Të gjithë këta po presin nisjen e ceremonisë së betimit për ushtarët më të rinj të Republikës së Kosovës. Ceremonia më kulmore për një rekrut nisi pasi i kënduan kryekomandantit legjendar Adem Jashari. Pas këtyre emocioneve të forta, pasoi raportimi i komandantit të QSB-s për komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Para gjithë këtyre, një fjalim e mbajti kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Sot, secili nga ju është i pajisur me armë personale, pa shqetësimin e mungesës së municioneve, sepse ushtria jonë është e furnizuar më shumë se kurrë, me arsenal ushtarak, sisteme të armatimeve nga më moderne, gjersa pritet që brenda 2 viteve të ndërtohet edhe fabrika e parë shtetërore për prodhimin e municioneve në Republikën e Kosovës. Për gëzime ushtarëve të rinj u dha dhe komandanti i stërvitjes dhe i qitjes. Prej sot ju mbani mbi supe, jo vetëm uniformën e Forcës së Sigurisë së Kosovës, por edhe besimin e një populli të tërë që pret nga ju profesionalizëm, etik dhe përkushtim të palëkundur. Rekrutët më të dalluar u shpërblyen me lëvdata. Gjatë stërvitjes me lëvdat shpërblehet. E pas 9 javeve stërvitje, gjenerata dytë për këtë vit u bë gati për momentin e shumë pritur.
Të gjithë një zëri u betuan të shërbenat dheut. Kur morën urdhër që të lirohen, nisën edhe përqafimet e përgëzimet për njëri tjetrin. Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera pas këtyre emocioneve që na solli kjo kronikë, ndërkohë flasim për programinë speciale të Republikës së Kosovës që ka ngritur akt akuzë ndaj RD i dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile në Gjakov gjatë 7 dhe 10 majit të vitit 1999. Sipas aktakuzës, RD ka marrë pjesë në një sulm të gjerë dhe të organizuar të forcave serbe ndaj civilëve shqiptar, duke bashkryer vepra të rënda penale si vrasje të civilëve, dëbim i dhunshëm, plagëshkitje dhe djegje të shtëpive në disa lagje të qytetit. Provat kundër tij përfshin dëshmi të viktimave dhe dëshmitarëve okular, identifikim përmes fotografive, raportet e mjekësisë ligjore dhe prova të tjera materiale. Ndërkohë, një foshnjë 3 javëshe ka vdekur të ejtë në fshatin Kostërs të Skënderajt. Vdekjen e foshnjës është konstatuar nga një ekip mjekësor në vendin e ngjarjes në fshatin Kostërs dhe sot policia e Kosovës në raportin 24 orësh ka njoftuar për këtë rast. Rasti është lajmëruar rreth orës 8 të mëngjesit. Njësitet policore pas pranimit të informatës nga qendra e mjekësisë familjare në Skënderaj lidhur me rastin, së bashku kanë dalë në lokacionin e Cekur. Në vendin e ngjarjes kanë konstatuar se viktima, pra një foshnjë 3 javëshe, është pa shenja jete, thot policia. Lidhur me rastin, janë intervistuar prindërit e viktimës, ndërsa me vendim të prokurorit trupi pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rasti është duke u hetuar. Hetimet janë duke vazhduar edhe në një rast këtu në Prishtinë, ku një ditë më herët ka pasur zjarr në një objekt në lagjen e Mshirë të Prishtinës. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, mirë, por nuk dihet ende se kush e shkaktoi zjarrin. Zona është ende rrethuar me shirita të sigurisë. Brenda kësaj ndërtese nuk po mund të hyjnë as vetë pronaret e banesave, të cilat u përfshin nga zjarri mbrëmjen e së njëjtës. Në këtë kompleks banesor kishin qasje vetëm persona zyrtar që po e hetonin rastin. Në mesin e tyre ishte edhe drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica. Por momentin janë kati nën kulm dhe kati i 10 që janë banesat që janë dëmtuar, po prapë po them është duke në këtë fazë, është duke për vlerësimi dëmeve dhe hetimi i paraprak, por brenda ditës si të përfundojnë hetimet dhe të përfundojnë, domethënë, aspekti i parhetimit bëhet edhe vlerësimi dëmeve, atëherë do dalim edhe me një komunikat zyrtare sa i përket kësaj. Ai bëri të ditur se ende nuk dihet shkaktari. Për momentin ekipet e krim teknikës, po ashtu edhe inspektori i hetimit të zjarrit dhe inspektorët e emergjencave janë në vendin e ngjarjes me vendim të prokurorit, janë duke ka filluar domethënë hetimi i shkaktarit të zjarrit. Kjo është faza parë. Mbasi se të përfundon hetimi dhe fillon të gjenden shkaqet, atëherë do të vjen edhe komisioni për vlerësimin e dëmeve, i cili do të bëjë vlerësimin e dëmeve që janë shkaktuar nga ky zjarr në mënyrë që ne si kryeqytet të dalim ndihmë banorëve me kompenzim për dëmet që janë shkaktuar. Me të pranuar informatë në vendin e ngjarjes dalën edhe ekipet e zjarrfeksëve. Është pa që është përfshi një pjesë e kulmit të bllokut të ndërtesës, nuk ka të bëjë vetëm me një banesë, por kulmi që mbulon krejtësisht banesat, po një pjesë e saj. Dhe sigurisht ekipet kanë reaguar me njëherë, por vështirësia është në lartësim mbi 10 kate dhe angazhimi do të me qenë maksimal. Ai tregoi se gjatë mbrëmjes të së ejtës ambulanca i kishte ardhur në ndihmë personave që kishin pasur nevojë. Të lëndum nuk kisha thonë që ka pas pjesor një 6 zjarrfiks të cilët kanë marrë trajtim nga ekipet mjekësore emergjente që janë kompan në ngjarje, nga urgjenca e kryeqytetit, por aty s'ka të bëjmë me lëndime, po për shkak të dehidrimit, për shkak të lodhjes, stresit, temperaturës së madhe që janë ballafaqur me të. Megjithatë, gjithçka është në rregull, por nuk ka pas lëndime, ka pas edhe policë të cilët kanë marrë një trajtim tillë. Bashkë me zjarrfiksit në vendin e ngjarjes kishin dalë edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës. Nga ky institucion thanë se po merren me rastin, ndërsa edhe gjatë ditës ishin në vendin e ngjarjes për të ofruar siguri të plotë në hetimin e rrethanave.
Besim ende me informacione nga komuna e Prishtinës dhe flasim për mbeturinat që ka qenë në bëjegi problem kohë të fundit për shkak të një mosmarrëveshje dhe një mospajtimi që ka pasur me komunën e Prishtinës. Tashmë është arritur pra pajtimi më së palëve, ka nisur grumbullimi i mbeturinave. Pas mbi një muaj i grev, para komunës u rikthyen sërish në punë. Punëtorët e pastrimit që nga hëna kësaj jave kanë filluar grumbullimin e mbeturinave. Megjithatë, gjendja e bërllogut në krye qytet nuk është në menaxhem akoma. Në lagjen e msherë për rreth kontejnerëve ende ka mbeturina, të cilat po i pengojnë qytetarët. Por për gjithë këtë situatë, banorët nuk kanë ankesa vetëm për komunën e pastrimin, por edhe për bashkëjetuesit e tyre. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes pastrimi, Petret Reqica, bëri të ditur se po punojnë me kapacitete të plota që të përmirësohet kjo situatë. Jemi të kryer shërbimin, normalisht ka punë shumë për shkak se ka zona shumëta në qytet që nuk është kryer shërbimin ndoshta edhe për më shumë se një muaj, kështu që besoj edhe presim nga qytetarët me pas një mirë kuptim deri në fazën derisa të kthejmë në pikën 0. Reqica theksoi se pas finalizimit të marrëveshjes të ndërmarrjes pastrimi me komunën e Prishtinës janë mbartur rreth 384.000 euro nga komuna. Jemi tash edhe në fazën finale, po besoj në fillim muajit tashun në 5 ditë ose 6 ditë e para të korrikit, me arritë edhe marrëveshjen në gjykatë përmes procedurës ndërmjetësimit, edhe kjo na i mundson mas nej me marr pjesën e atyre shpenzimeve të cilat i kemi kriju. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes pastrimi e bëri të qartë edhe një herë se tash tutje pagesat bëhen te kompania e jo te komuna. Flasim tash për testin e arritshmërisë i cili është organizuar sot, mirë po siç duket sërish ka pasur probleme për shkak se pyetjet kanë rrjedhur në Viber. Ndërkohë Ministria e Arsimit ka konfirmuar se disa nxënës janë larguar nga testi. Kopjimi nuk ishte frika më e madhe. Më të shqetësuar nxënësit e klasave të nënta ishin nëse përgjigjet që po i merrnin vjedhurazi janë gabim. Një grup në aplikacionin Viber me mbi 3.000 antar u shndrua në klasë virtuale të përgjigjeve të fsheta. Ky funksionante edhe gjatë kohës kur ishin në vëzhgim. Për këto grupe, nxënësit në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë thanë se ishin në dieni. Ka pas, po ne nuk jem kanë pjesë aty në grupe. Megjithatë, jo secili prej tyre ishte i kënaqur me punën që e bën në test. Kon një zërshëm, për s'muna me thonë që s'këm ditë, ju kon pyetjet e rona, për ja kom bëdi. Keq, u kon veç stis pyetjet kur si këm ditë asa. Në nivel vendi, Ministria e Arsimit thotë se testimi është mbajtur në masat të rrepta mbikëqyrjeje e pati raste kur nxënësit u larguan nga testi. Detyra administratorëve të testit është në mbikëqyrje të nxënësit dhe disa nxënës edhe fatkeqësisht sot janë larguar prej testit. Vinë komisionerët në qendër, do t'i lexojmë raportet dhe shiqojmë se sa është numri të larguar, çfarë probleme kanë pasur dhe gjitha detajet tjera. Mbi 24.000 nxënës që u testuan të premten patën pyetje në 9 lëndë bazë, gjuhë shqipe, gjuhë angleze, histori, gjeografi, matematik, informatik, fizik, kimi dhe biologji. Rezultatet e testit pritet të dalin nga java e ardhshme. Emisionin frontal tash e vazhdojmë me bisedën e studio. E kam ftuar Time Kadriajin, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës. E kam ftuar pikërisht Aleancën për Armërinë e Kosovës se ka qenë ky subjekt politik i cili kishte dërguar në gjykatën kushtetuese për interpretim në një përpjekje televizjes vetëvendosje për votim të fshehtë. Aleanca për Armërinë e Kosovës, mirë po edhe partitë që deri atje kanë qenë në opozitë, kanë konsideruar se ky veprim ose kjo përpjekje e lëvizjes vetëvendosje kanë qenë antikushtetuese dhe për këtë arsye e kanë dërguar këtë lëndë në gjykatën kushtetuese dhe ky institucion një ditë më herët pra ka dhënë përgjigjen e saj sa i përket kësaj forme të votimit, mirë po edhe ka paralajmëruar dhe ka treguar se si duhet vepruar në mënyrë që vendi të dalë nga kriza.
Për këtë arsye, e po ashtu dhe për arsye tjera, e kam ftuar në studiot Time Kadriaj. Time, mirë se erdhe. E zgjata shumë hyrjen, po e shpjegova pak. Faleminderit shumë që ju ftuar pikërisht se ju keni qenë aleanca, po dhe ju personalisht që keni dërguar në gjykatën kushtetuese pikërisht këtë për të dhënë përgjigje kësaj përpjekje të lëvizjes vetëvendosje. Si ju duk vendimi? Për shkak të gërqit apo të bllokadës që ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës, ekspertë e aleancës e kanë hartuar këtë akt gjykim dhe ju e dini që kemi ndërzuar me afate kohore, me pas kemi dërguar edhe komente për me përforcu dhe ka qenë një arritur kur gjykata kushtetuese veç e ka pranuar lëndën për trajtim dhe për shqyrtim. Po mirë, sepse ka qartësuar dhe ka saktuar plot gjëra. Mirë është ka qartësuar, saktuar apo i kalon pak si pezull? Po pak si pezull, po disa gjëra s'paku janë qartësuar, për shembull jo, që më fal, se po do më di kërkesën kur i keni bënë në gjykatën kushtetuese. Cila ka qenë pyetja që i keni drejtuar gjykatës kushtetuese? Ajo çka kemi mujt ne me adresu si çështje ka qenë vetë çështja e kalimit nga votimi i hapur në votim të mbyllur. Kjo ka qenë çështja se ne veç për këtë kemi mujt më adresu, sepse nuk ka pas ngjarje të zhvillime të tjera në Kuvendin e Kosovës, që ne kishim mujt, po ne kishim mujt me adresu. Domethënë kjo ka qenë çështje sepse ne kemi konsideruar, duke e ditë edhe nga praktikat e mëparshme, kemi konsideruar se kjo është antikushtetuese, sepse në raste të tilla për ndryshimin e formës së votimit kërkohet një konsensus. Nëse ishim ka qenë decisive pyetja, se më thonë për gjykatën kushtetuese, ç'ka qenë pyetja? Pyetja ka qenë që ne konsiderojmë antikushtetuese formën e ndryshimit të votimit, pe votimit të hapur në votim të mbyllur, bazuar në rendin e ditës. Sepse rendi i ditës është përcaktuar në kryesin me ish-kryetarin e Kuvendit, që ftohet, domethënë përcaktohet data e konstituimit nga presidentja, është ftuar përfaqësues të partive politike nga Glau Konuca, është votuar rendi i ditës dhe ne duhet me vazhdu me atë rend të ditës. Nuk mundesh ti me pas shmangje të rendit të ditës pasi që fillon. Dhe sipas praktikave të mëhershme, gjithmonë kur ka ndodhur zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, është votuar me votim të fshehtë. Ka procedura që votohet në Kuvendin e Kosovës, përcaktuar me rregullorin e Kuvendit të Kosovës, ka procedura që votohet me votim të mbyllur, për shembull zgjedhja e presidentes, e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, e bordeve, domethënë kur ka e bordeve të pamvarura, ato janë format kur votohet me votim të fshehtë. Jo, pra keni bën pyetje gjykatës kushtetuese, a është kushtetuese ose antikushtetuese kjo formë votimi. A keni marrë përgjigje për këtë pyetje? Përgjigjja saktë nuk ka qenë me tonë të drejtën, sepse nuk përcaktohet në kushtetues format e votimit, sepse lejohet edhe votimi i hapur, edhe votimi i mbyllur, po mënyra se ka pas shmangje për rendit të ditës dhe formës se si ka fillu seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës, dhe këtu dhe ka dhonë qartësi e gjykata kushtetuese, sepse në fundit ju ka adresu praktikave të mëhershme. Ju ka referu praktikat e mëhershme të zgjedhjes së kryetarit kanë qenë me votim të hapur. Domethënë, është hera e parë që po tentohet dhe që o tenton nga lëvizja vetëvendosje me ndryshu këtë praktikë të votimit. Ose në fakt nëse në takimin kur janë thirrë shefat përfaqësues të partive politike të shvendos atëherë të kesh pas një konsensus që të shkohet më votim të mbyllur, atëherë nuk kishë konsideru antikushtetuese, po konsiderohet antikushtetuese kur fillon. Ne kemi pas një cikël dhe të në mënyrë arbitrore, pa konsultim, pa konsensus të partive të tjera politike, është ndryshu forma e votimit. Normal që lëvizja vetëvendosje ka shfrytzuar zotin Dehori, që është personi më i vjetër në Kuvendin e Kosovës dhe që i takon me udhëheq seancat konstituive deri në zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe pikërisht kjo ka qenë çështja. Ndërsa tash janë qartësuar edhe çështjet e tjera, sepse jo se falë, veç të pak të votimi fshet, por shkak se ne edhe mbram, po edhe sot kemi dëgjuar, madje pat një konferencë për shtyp të Glau Konucës dhe Alberina Haxhiut, thanë që votimin e fshet nuk e ndalën. Por këta halojnë të insistu që votimi me kanë në formën e msheft.
Arsim nëse e lexoni kur vjen te përfundimi, domethënë në një paragraf është e qartësuar sakt të përdoren ose të shfrytëzohen praktikat e mëhershme. Domethënë praktikat e mëhershme janë praktikat ku kryetari i Parlamentit të Kosovës është gjedhur me votim të hapur dhe jo me votim të mbyllur. Domethënë është në një paragraf të caktuar kur e thot këtë, edhe është mirë që është përcaktuar koha afatikore për një muaj ku duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Këta po insistojnë të votimi fshet, si më thonë, a vazhdon kriza apo zgjidhet nesër kur takoni me Albin Kurti? Pikërisht ne sot me vazhdu seanca e njëjtë, sepse sot ka qenë ditë e re, ne nuk kemi mujt me vazhdu me ritëm të njëjtë, sikurse s'ka ndodhur kur gjë, sikurse s'është një akt gjykimi gjykatës kushtetuese. Para fillimit të seancës, ne kemi qenë iniciator, kemi kërkuar nga zoti Dehori një takim konsultues me partitë politike, ku kemi shku edhe, kanë qenë edhe krerët e partive politike. Po ishte kjo fillimisht jo edhe të ne para gazetarëve një kërkesë të tillë, pas shkuat të me pas edhe kërkuar. Po, e pranoi zoti Dehori, e pranoi dhe me pas ndodhi kjo takim. E pranoi apo tha prit të pyes dikon? Nuk tha që pres, e pranoi. A është konsultuar me dikon, ka mekanizma të konsultimit që sigurisht ka në një mekanizëm të konsultimit, telefona diçka, dhe edhe krejt, do më thonë, në takim ka ardhe dhe Ramushi, ka ardhe dhe Memli, ka ardhe dhe Zoti Abdi Gjiku, do më thonë edhe Fatmir Lima, kanë qenë krejt, dërsa Albin Kurti nuk ishte në atë takim, ne e qartësum sakt që duhet të kalot, me navdon mundësia deputetve për me votu, duhet të kalojmë në votim të hapur. Në votim të hapur, në mënyrë që ne me shfrytzu të drejtën tonë si deputet më votu për, kundër apo abstenim që është e drejtë jonë janë legjitime. Dhe jo, për shembull, këto janë matematikat të këqija të lëvizjesve të vendosit, sepse në këtë rast, ndoshta një vot, 2 vot ose 3 vot për Albulena Haxhim, ai do i kish marrë ndoshta për këtë personave të tjerë dhe i kish akuzuar ndoshta ndonjë deputet të partive tjera që gjoja që ata e kanë votu në mënyrë që të shkaktojnë një farë pakënaqësie brenda grupeve parlamentare. Unë nëse du me votu Albulena Haxhim, do e votoj hapur. Dhe ne si aleancë... Pse insistojnë Albulena dhe vetëvendosja që votimi me kanë i mshet? Prej kuj po presin vota këta në votimi mshet? Tash, ku mundem na me besu që s'po presim për shembull vota për listës serbe. Se dhe ata janë deputet. A mundem për shembull në votim të mbyllur, të votojnë edhe lista serbe. Ato nuk dihet, domethënë nuk ka emër. Nuk ka emër, merret veç një flet palosje, një flet votim e vullosur dhe ti voton, nuk ka emra, domethënë nuk dihet se kush ka votuar. E ju thoni që këta kanë marrëveshje me listën serbe? Po supozoj sepse në një përgjim, mund të supozoj që deputet të Aleancës për Armërinë e Kosovës mund të votojnë në formën e mshet. Po unë thash po supozoj, unë nëse du me votu Albulena Haxhim, do e votoj hapur. Edhe me e pranu formën e mbyllur të votimit, unë kom me votu hapur që kanë me pas shasje edhe mediat me pa votën teme se si kom votu. Kom i publiku flet votimin. Kom me bot transparent flet votimin, për shembull, që me ditë që unë se kom votu. Me gjithat ne si aleancë, pikërisht ajo çka po kërkohet tash nga gjykata kushtetuese që partitë politike duhet me pas një konsenzus, të takohen, ta ketë një konsenzus, sepse është pa kapshme forma se si ka kërku votat Albin Kurti. Detyrimisht ka kërkuar, ka dashme marrë vota prej partive tjera, pas një marrëveshje, pas një konsultim, pas një konsenzus, ka kërku me marrë vota prej deputetëve. Ne nuk e kemi obligim... Qështë ka me siguru Albini 5 votat Aleancës, me qëfar marrëveshje Mune ju mja ofru 5 votat Aleancës? Ne pa asnjë marrëveshje për shkak të zgjidhjes të këtij gërçit, ndoshta kemi qenë partia e parë që kemi thonë, nëse propozohet një kandidat konsensual, ne do i ketë 5 votat e Aleancës, do t'i ketë 6 votat e Aleancës që janë me do t'i ketë ato vota dhe pa kërkuar asgjë.
Sepse unë po dëgjoj për shembull plot lider ose plot deputet që për hir të Kosovës ne do votojmë, do bëjmë zgjidhje. Për hir të Kosovës nuk është kur e votojnë edhe merr një post politik. Ose shpërblehesh edhe shpërblehesh për atë post politik, me një post politik. Pa kujgjose ne nuk kemi pretendime me qenë qeveri. Jo, ne kemi thonë që tashtë që si jepim për shkak të sjelljeve që ka qenë arrogancës që e ka pas edhe si deputete, nëse e shifnin fjalimet e Albolena Haxhiev, po edhe gjithë klikës vetë vendosis Albin Kurti dhe këta, çfarë fjalore kanë përdorur kundër çdo liderit të partive politike, fjalorin që kanë përdorur kundër UÇK-s, kundër krejve të UÇK-s, domethënë është e dëmshme. Ne tashmë e votu Albolena Haxhievin, ku për shembull ish kryeministrin e ka shoh e ka fy Ramush Haradinën, e ka shoh e ka fy Hashim Thaçen, e ka shoh e ka fy Kadri Veselin, bile janë pikërisht lëvizjave të vendose që kanë thënë ma shumë krime kanë bërë UÇK-ja se sa Serbia, domethënë këtë prizem unë personalisht e kam të pamundshëm me votu Albolena Haxhievin. Në të kundërtën, nëse do t'jetë e kemi propozu kandidat për shembull që mendojnë janë pak ma konsensual për shkak të biografisë, për shkak të historisë, për shembull Shqipe Selimi, që bili kom thonë një ditë në kuvend Shqipe se kemi bo me tendencën e keqe që me u akuzu tipi partisë tonë që i kanë detyruar me dalë me thonë partia vendose, na nuk jemi. Po menoj, ne për shkak të historisë Shqipja ka qenë edhe vetë, Shqipja ka qenë vetë UÇK është gruaja e komandantit Recep Selimi që po akuzohen padrejtisht në Hagë. Saranda për shkak të biografisë dhe historisë familjare, Glauko Njuca, i cili ndoshta në mandatin si kryeparlamentar e ka luajtur një rol konsensual në 4 vjet të qeverisjes, ka pas një bashkëpunim, ka dhënë një shembull të mirë se si duhet të bashkëpunoj edhe me parti tjera opozitore, një kryetari i kuvendit. Kanë e propozuar ata për kandidat. Po, a dojmë me bo zgjedhje? A dojmë me bo zgjedhje? Nëse ata... Nesër është takimi. Nëse ata... Ajo që kërkojmë ne nesër si Aleancë, është t'i kthehemi rutinës së votimit, që është votimi hapur. Nesër cila është kërkesa që ju si Aleancë? T'i kthehemi rutinës së votimit të hapur. Që është kërkesa që ju nesër keni për Albin Kurti? Dhe nëse Albin Kurti, në këtë rast, Albin Kurti ka nevojë për votat të deputetëve. Nuk kem na nevojë për votat të lëvizjes vetë vendosjes, se mi të pretendu me zgjidhje. Po, ai ka nevojë edhe për votat e Aleancës, ka nevojë edhe për votat e nismës në këtë rast, e PDK-s, ndoshta edhe LDK-s, edhe tash për me u gjetë një zgjidhje, nëse vërtet nuk po do me bloku, nuk e ka qëllime bloku, si që kanë pretenduar deri sot, po që nuk është ashtu, ata duhet me diskutu shtruar dhe me transparencë të plot, me qitë për shembull një kandidat. Hajde ta qesin Glauko Njucën, nëse e propozojnë Glauko Njucën, në seancën e cila është pas nesër, Glauko Njuca do t'i ketë për shembull 5 votat e Aleancës. Pra, nesër, takimi në ora 16. 16, po. Takimi me gjitha partitë politike, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje, po besoj që Albin Kurti kërson atë takim, ta jep fjalën ty. Po. Ti me fjala për ty. Çka kemi thonë Albin Kurtit nesër takim? Nuk do të lejoj për shembull me kalu prej gjykimit të gjykatës kushtetuese, kemi me kërku me u kthy në formën e votimit siç ka qenë dhe ashtu siç jemi dakorduar, dhe që nëse don me zhblloku procesin ashtu si kërkohet, sepse ne gjeje një kandidat konsensual, sepse njëjtë kanë thonë edhe Partia Demokratike e Kosovës, dhe do i kesh votat në saj, sepse ai po pretendon që votat për qeveri i ka, ndërsa nuk i ka votat për kryeparlamentar. Është e vërtet kjo, unë nuk e di. A mund të përkon e vërtet kjo? Po, nuk e di, e si mundet një kandidat për kryeministër, asnjëherë në historinë parlamentare ke gjë s'ka ndodhur mos i kesh votat për sepse kur i siguron ti votat
i siguron një shumicë të thjeshtë 61 vota, ku i siguron një shumicë të thjeshtë të votave 61, ti duhesh t'i sigurosh edhe për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, po edhe për zgjedhjen e qeverisë, kryeministrit dhe kabinetit qeveritor. Si mundesh ti të mos i kesh votat për një kandidate për kryeparlamentar që vete ke përpozu dhe i ki votat për qeverinë që ti pretendon me udhëheq. Po dalë tash në rolin Albin Kurtit në takimin që kene nesër, po të regoj që lëvizja vetëvendosje nuk heq dorë nga dy parime. E para kërkon votim të msheft, e dyta Albulina Haxhiu do të jetë kandidate e vetëvendosjes për kryetarët e Kuvendit të Kosovës. Atëherë shifet shumë qartë se Albin Kurti, si që kemi thonë edhe ma herët, është blokus dhe tendencat e Albin Kurtit është me e bloku procesin e konstituimit të Kuvendit. Se cili është dhe qka po të më arrit Albin Kurti, atëherë metet e shofin. Atëherë qytetarët besoj se do ta kenë shumë të qartë. Nëse nuk pranon vota për një kandidat konsensual kërkohet edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, sepse me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, e drejta për të propozuar kandidatin për kryeparlamentar është e partisë që fiton më shumëti, mirë po njëkohësisht aty thotë, njëkohësisht nuk e ka të drejten e blokimit të konstituimit të Kuvendit. E thotë ceket. Nuk, edhe është partia e parë, ka të drejten e propozimit, po nuk ka të drejten e blokimit të konstituimit të Kuvendit. Dhe ne nuk e kemi pa në një angazhim, duke qenë se jam gjatë në Kuvendin e Kosovës, ato parti që kanë pretendu me bo qeverin, me qenë ai kandidat që ka pretendu me qenë kryeministër, kanë punu natë e ditë me deputet veç e veç, me parti politike, me siguru a ka provu Albin Kurti gjatë kësaj kohe? Jo, takim qoftë të mshet me naj deputet? Se kemi pa asnjë angazhim, nuk e kemi pa thjesht asnjë angazhim, ne kemi pa që para ditëve kur ka qenë seancat, Albin Kurti dhe kabineti i tij qeveritar që janë të dorëhequr, kanë qenë deputet, që ndoshta edhe kjo është e jashtëligjshme, mbajtja e dy pozicioneve edhe si deputet, sepse nuk lejohet në një post ekzekutiv. Unë, për shembull, arsim, kur më zgjedh për herë të parë si deputete, kam qenë në pozitën e ushtruesës së detyrës të kryeinspektorit për shëndetësi. Kom qenë të punun me Ministri Shëndetësisë dhe momentin që unë kom marrë pozitën është dosht me u dërheq pe ati pozicionet, me pëzullu punën, do më tonë e kom të pëzulluar punën në Ministrinë e Shëndetësisë, sepse nuk i të drejt me majt post ekzekutiv. Atëherë kjo për delë që sa muaj, për shembull, këta janë të shkel ligjin, sepse janë të majt dy poste, edhe postin e deputetit, edhe postin si ministra në detyrë dhe kryeministra në detyrë. Po si ministra, po me gjithat ka po marrin vendime. Nëse tash ne nuk po dim a jonë si deputet, a jonë si kryeministra, dhe më thonë, po ata po marrin vendime, ne po shohim plot vendime që po merren në qeveri, këtë periudhën ku ata veç janë, për shembull, kryeministra në detyrë, ministra në detyrë. Ti them formës dhe këtij takimit nesër për shkak se pak a shumë ajo se çfarë do të kërkoj lëvizja vetëvendosje e kanë thonë sot edhe Glauko Nuca edhe Albulina Haxhiu. Pra ata kanë treguar që Albulina Haxhiu madje ka thënë që unë po duam ju nënshtruan në votimin të msheft dhe nëse nuk zgjedhna kryetare Kuvendit të Kosovës, nuk i marr gjatë një vota, unë tërhiqem. Pra këta janë të insistuar të votimin msheft. Unë nuk i di ku e kanë problemin këta me këtë votimin e msheft, nuk i di çfarë problemin kanë. Se njëjtë nëse nuk i ka votat Albulina Haxhiu me votim të hapur, ku do me marrë votat me votim të mbyllur? Atëherë ndoshta Albin Kurti është duke bërë ndonjë pazar, po me konë është duke por atë pazar le del na tregon. Ose ata që po dëshirojnë me jep votën në mënyrë të fshehtë, dalin hapur tas marrë të japin votat për Albulina Haxhiu siç ka ndodhur në për krejt qeveri tjera në konstituimin e Kuvendit edhe zgjedhjet e krejt qeverive. Unë e kom thonë prej fillimit, kjo formë e zhvarritjes, mos angazhimi për të siguruar votat,
është edhe ma fyse për shembull për Albolina Haxhiun, kur Albin Kurti del dhe thotë unë për vete i kom 61 vota, do më thonë do të zgjidhna kryeministri i vendit, po nuk i kom votat për Albolina Haxhiun, unë mendoj që është fyse edhe për Albolinën në këtë formë. Se nëse një kryetar i partisë, për shembull nesër, të shkon kandidat për kryeministër Ramush Haradinaj, ndërsa unë të kisha qenë propozuar për krye parlamentare dhe Ramushi me dalë me thonë unë i kom për veti, po si kom për timin, unë s'kisha leju 37 herë, 38 herë me qitë tem në një farforme në anë kanë publik. S'kisha leju, ku e kisha po që nuk ka disponim. Se për lejon Albolina? Po, se di, konceptin e levizit vetë vendosje unë nuk moj me kuptu, me thonë të drejten. Se cilë ne jemi deputet, jemi zjedh deputet për popullit, se cili duhet me pas onë dhe ego. Këtë rast edhe unë kisha pas një ego se më kisha orë keq edhe para opinionit publik, kisha orë keq edhe para media, me thonë që unë emri im, si në këtë rast emri Albolina Haxhiu, është një emër që është blokuse e konstituimit të kuvendit dhe që Kosova po mohet peng për një emër të Albolina Haxhiu. Është përmendur në vendimin e gjykatës kushtetuese, është përmendur afati 30 ditor për të bërë përpjekje për të gjetur zgjidhje, për të votuar. Në të kundërtën, a i bjen që shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë e kom dëgjuar plot opinione dhe nga ish gjyqtar të gjykatës kushtetuese dhe me atë sa kom dëgjuar dhe sa kom informacione para se me u konstitu kuvendi, nuk munden me u shpall zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk munden. Atër mbetet ndoshta në dorën e presidentit me shku me precizu se çka bëhet, me qenë se këta nuk e kanë konstitu kuvendin para një muajt, brenda një muajt. Atëherë është në dorën e presidentit, ndoshta të adresohet me një pyetje të qartë gjykatës kushtetuese, s'po du me aludu, sepse ne nuk e kemi bo kauz këtë kërkesën që e kemi dorëzuar në gjykatën kushtetuese, sepse në fakt asnjëherë s'kemi pas dëshirë me interferu në vendimin e gjykatës kushtetuese dhe mirë që disa gjëra janë saktësu. Tash është detyra Albin Kurtit në forma të ndryshme të sigurojë shumicën e thjeshtë për konstituimin. Nuk e kanë obligim deputetet të cilët nuk kanë marrëveshje politike, nuk është arrit në një dakordans me mirë kuptim, nuk e kanë obligim me votu kandidatin në një partije tjetër. Thash, ne me gjithatë kemi dhënë alternativa, kemi ofruar votat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjidhjen e këtij gërçe që ndodh me fajin Albin Kurtit, në mënyrë që Kosova të ecë ma tutje, pa kurgjo, pa asnjë kthim, pa kërku asgjë, dhe secili kandidat për kryeministër në etapat kalume e kish mirë pritë dhe kish falendëruar për shembull një parti politike që është e gatshme me zgjidh një gërç, e këtë rast nëse Albin Kurti nuk i shfrytëzon kjo, po e shohim se qëllimin e ka të vazhdojë me gërçën që e ka instaluar në kuvendin e Kosovës. Timon, të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit edhe për. Uroj që hera të tjera të flasim për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, jo për krizën që është shkaktuar që nga 37 herë sot ishte 38 herë që planifiku të mbahet. Faleminderit shumë që ishe në frontal. Faleminderit edhe për. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal. Këtu japim fond për sot, duke falendëruar gjithmonë që qëndron me televizionin të shtatë dhe duke i kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.